Siguria në vendin e punës është thelbësore për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të punëtorëve, si çdo vit edhe sot në nivel vendi, në kuadër të ditës ndërkombëtare të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, u mbajtën disa aktivitete dhe fushata ndërgjegjësimi në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe rëndësinë e problemeve të lidhura me lëndimet, sëmundjet dhe vdekjet në vendin e punës. Kështu bëri të ditur koordinatorin nga organizata kosovare për siguri dhe shëndet në punë, Kosha Gëzim Xërxa. Kjo ditë shënohet çdo vit me iniciativa të institucioneve publike, private dhe profesionale që janë të angazhuar do të thotë në këtë fushë. Prandaj në bazën e kësaj janë shkelluar disa aktivitete të ndryshme. Spari sot Iloja ka vënë një donacion për institucionin e Inspektoratit Qendror të Punës me vetura, 5 vetura, 5 sosh, ndërsa kemi vazhdu me aktivitete tjera. Njohësi i sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, Xërxa konfirmoi se vetëm gjatë këtij viti janë konfirmuar 8 raste të përfunduara me fatalitet në vendin e punës. Si vjet, kemi pasur numër jashtëzakonisht të madh të aksidente me fatalitet, deri tani 8 sosh janë evidentuar sipas raportimeve zyrtare dhe të cilat kanë përfunduar me fatalitet. Prandaj, unë e konsideroj që nuk është ka bëhet mjaft. Në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe Kosova qëndron pothuajse njëjtë në këtë çështje, por duhet më shumë angazhim institucional dhe të aktorëve tjerë për të rregulluar shumë çështje që lidhen me sigurinë e shëndetit të punëtorëve në vendin e punës, shtoi Xërxa. Të gjithë aktorët e involuar në këtë fushë duhet ta bëjnë maksimumin. Turisë nga Ministria, Inspektorati i Punës, përfaqësues të punëdhënësve, respektivisht oda ekonomike apo përfaqësues të formarëve të Bashkimit Sindikateve Pambarë të Kosovës. Si dhe është një nevojë imediate dhe shumë e nevojshme kontributi i kompanive të licencuara që bëjnë vlerësimin e rritjeve në vendet e punës. Në Kosovë aktualisht janë rreth 20 kompani që bëjnë vlerësimin e riskut në vendin e punës, prandaj dhe bashkëpunimi me ndërmarrjet duhet të jetë i vazhdueshëm, tha Xërxa. Republika e Kosovës, vendi im, posedon disa kompani i numërshëm diku afër 20 kompani të cilat janë të licencuara nga Komisioni Profesional i Ministrisë përkatëse, të cilat bëjnë vlerësimin e riskut në vendin e punës. Dhe shumica kompanive në Republikën e Kosovës, me veçanti në zyrtarinë e ndërkombëtarisë, posedojnë përgjegjësit sigurisë dhe shëndetit punë të angazhuar në kompanitë respektive. Por unë e konsideroj që edhe aktorët tjerë mundin me dhënë mjaftueshëm për përmirësim gjenës përgjithshme. Mendoj që ky aksioni i Inspektoratit Qendror të Punës ka sigurisht do të sjellë rezultat. Por unë konsideroj që nuk duhet ndalur veç me 15 ditë, po duhet të jetë në kontinuitet, si elementi parë. Si elementi dytë, duhet organizu fushata sensibilizuese për gjithë punëmarrësit. Duhet marrë trajnime më të shta. Çdo vit, më shumë se 2 milion gra dhe burra vdesin si rezultat i aksidenteve dhe sëmundjeve të lidhura në vendin e punës në gjithë globin.